Valja e nxehtësisë ekstreme që ka përfshirë Europën jugore po vijon të zgjerojë drejt lindjes me Parisin, Romën, Berlinin, Vienën, Pragën dhe Varshavën që po përjetojnë temperatura rekord. Franca ka regjistruar qershorin e dytë më të nxehtë që nga viti 1900. Temperaturat e larta besohen se janë përgjegjëse për vdekjen e 6 personave në Spanjë dhe Itali. Në Napoli temperaturat arritën në 34 gradë, me një shkallë lagështie që preku 70%, veçanërisht në mbrëmje dhe natën. Ndërkohë në Milano temperaturat ishin 7 gradë mbi mesataren, ndërsa në Rom 8 më shumë se mesatarja. Megjithatë, në disa rajone janë vendosur masa lehtësuese që kufizojnë punën në ambientet e jashtme gjatorëve të pikut. Një masë e tillë do të duhej të ndërmerrej edhe në vende të tjera që po arrin temperatura rekord, siç është Shqipëria. Organizata botërore meteorologjike tha se bota duhet të mësojë të jetojë me normalitetin e ri të valëve ekstreme të nxehtësisë, që do të ndodhin më shpesh dhe do të jenë më intensive me kalimin e kohës. Ndërkohë, temperaturat e sipërfaqes së detit në mesdhe kanë arritur nivelin më të lartë regjistruar ndonjëherë për muajin qershor. Më 29 qershor këto temperatura arritën në 26.01 gradë Celsius, sipas të dhënave të Kopernikus. Groja më intensive u vërejt në basenin perëndimor të Mesdheut, duke përfshirë detin Bajlarik dhe detin Tiren. Me kushtet aktuale të motit, shkencëtarët thonë se nuk ka gjasa që temperaturat të bien së shpejti. Mesdheu konsiderohet një nga pikat më të prekshme nga ndryshimet klimatike në botë, duke u ngrohur më shpejt se mesatarja globale. Ekspertët paralajmërojnë se valët e nxehta detare të vazhdueshme mund të ndryshojnë këtë rajon në mënyrë të pakthyeshme.